Bebushja e adhurueshme Luna Mari Eli sapo i ka ëmbëlsuar sytë të gjithëve. Ka qenë mami i saj moderatorja bukuroshe Kiara Tito, e cila sapo ka publikuar një video ku shfaqet vogëlushja e saj në një park lojërash. Luna ka përjetuar një moment shumë të veçantë në jetën e saj. Ajo shfaqet duke provuar për herë të parë një rëshitse në parkun e lojërave. Në videon e shpërndar nga moderatorja e ëmbël, Luna Mari shihet e veshur me një fustan të bukur roz me arush të stampuar dhe një fjongo të zezë, teksa qëndron në rëshitsen portokalli. E bukura Luna Mari shfaqet me një fytyrë shumë të ëmbël dhe shumë të pafajshme. Ajo shikon me sytë e saj plot kuriozitet dhe duket se dëshiron të njohë gjithçka që po sheh rreth e përqark saj. Kiara ka vendosur mbi video disa emoji me të qeshura, duke treguar që ky moment ishte tejet i ëmbël dhe argëtues për ëngjëllin e saj, e cila duket se e ka shijuar pafund këtë lojë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe ku shprehen se kjo ditë nuk kishte se si të ëmbëlsohej më shumë se kaq. Të gjithë nuk po ngopen se e pari këtë moment kaq të adhurueshëm që e vogla e familjes Eli ka përjetuar me mamin dhe familjarët e tjerë që gjenden me të. Pamja ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë komentuar me dashuri për Lunën dhe sa e bukur duket në këtë park lojërash. Shumë prej tyre kanë përgëzuar Kiarën për përkushtimin e saj si nënë dhe për mënyrën se si ndan këto momente të veçanta me publikun. Ky është një tjetër tregues se Luna Mari po rritet mes dashurisë së prindërve të saj dhe po përjeton çdo fazë të fëmijërisë me plot kujtime të bukura. Fansat e Kiara Titos dhe Luis Elit janë gjithmonë kurioz për të parë më shumë nga jeta e vogëlushes së tyre të dashur, dhe padyshim që në të ardhmen do të ketë edhe më shumë momente të ëmbla si ky. Ndërkohë videoja po shpërndahet me një shpejtësi marramendëse dhe po komentohet jashtëzakonisht shumë si ndërpamjet dhe videot më të bukura që moderatorja bukuroshe Kiara Tito mund të ketë publikuar dhe ndarë me publikun deri më sot. Dashuria dhe ëmbëlsia që bebushja e adhurueshme Luna Mari ka përcjell sot është jashtëzakonisht e veçantë dhe e madhe.